Do të vi dita kur do të jesh offline i shkyqur. Do të vi një ditë kur të gjithë do të shikojnë emrin tënd dhe atë do të gjejnë offline i shkyqur. Të dashurit e tu të presin të takojnë, po ti nuk do të shkosh. Do të dërgojnë mesazhe, por ti nuk do t'ju përgjigjesh. Të presin me orë të tëra në rrjete sociale, mirë po ti thjesht nuk ju përgjigjesh. Statusi yt është offline i shkyqur. Atë ditë do të ndërpriten të gjitha aktivitetet e tua në një numër të caktuar, sepse ti je larguar nga kjo dynja. S'do të kesh mundësi të përgjigjesh në asnjë thirrje apo të komentosh në asnjë status. Madje s'do të kesh mundësi të përmirësosh gjë apo të kërkosh falje për atë që e bëre një ditë prej ditëve dhe tjetrit i bëre padrejtësi. Ti nuk do t'jesh me ne, ti je atje, në një grop të ngushtë, pa shok, i vetëm, i mirë. Ndoshta pendohesh për veprat që të ikën, apo ndoshta ato të shoqërojnë. Ikën nga ne, dhe nga ti nuk mbeti gjë, përveç asaj që e shkruan duart e tua. Për këtë arsye, ke kujdes që shkrimet e tua të jenë vepra të mira dhe të vazhdueshme për ty në varr. Allahu tha, agonia e vdekjes do të sjellë të vërtetën e jetës tjetër. Ja, kjo është ajo së cilës përpiqesh e ti ikje. Surja Kaf 19. A e ke menduar ndonjëherë se ku qëndron urtësia e Allahut nga fshehja e kohës së vdekjes? Dhe pse nuk na është sqaruar koha e vdekjes për çdo njërin nga ne? Ne besojmë në vdekjen dhe e dim se ajo është e vërtetë, dhe se shpirti do ta shijojë vdekjen, dhe çdo gjë që është në tokë do të zhduket e do të mbetet vetëm fytyra, qenia e Zotit, plot madhëri dhe nderim. Allahu tha, çdo shpirt do ta shijojë vdekjen. Surja Ali Imran 185. Çdo gjë që është në tokë do të zhduket e do të mbetet vetëm fytyra, qenia e Zotit tënd, plot madhëri dhe nderim. Surja Rahman 26-27. Ne nuk e dim kohën e vdekjes, derisa njeriu atë e pret për çdo moment. Secilën herë kur e rikujton se ka mundësi që çdo moment të ta braktisë dynjan, i kthehet Allahut dhe e rikujton ajretin. Po t'ja mësonte Allahu njeriut momentin e vdekjes, do të bënim gjunahe, do të bënim padrejtësi, e pastaj do të pendoheshim para momentit të vdekjes. Në këtë mënyrë, humbet urtësia e jetës. Fshehja e dijes së kohës së vdekjes do të thotë se njeriu atë e pret në çdo moment, dhe për këtë arsye, nëse është i mençur, njërin sy do ta ketë me dynjan, e tjetrin me ajretin. Në këtë mënyrë, ai kur e bën një gjuna, nuk e di nëse Allahu do t'ja shtojë jetën, do të ketë mundësi të pendohet, apo e xheli i tij do të vijë në kohën kur e bën gjunahun dhe nuk ka mundësi të pendohet. Ajo çfarë thuhet për gjunahet, thuhet edhe për veprat e mira. Nëse dihej koha e vdekjes, njeriu do ta vënonte veprimin e veprave të mira derisa të afrohej vdekja. Mirpo, Allahu deshi që përmirësimi dhe vepra e mirë të jenë prezente gjatë gjithë jetës së njeriut, dhe ai të garojë në to, dhe për këtë shkak e fshehu kohën e vdekjes. Pra, fshehja e kohës së vdekjes është mëshirë nga ana e Allahut për njerëzit. Mëshirë që ata t'i friksojnë gjunahut para se të vijë vdekja, dhe mëshirë që ata të nguten në mirësi para se të befasohen me ardhjen e xhelit, me lekut të vdekjes. Çdo njeri do të llogaritet për veprat e tij. Shpejto tani të ndryshosh dhe të përmirësohesh, sepse shumë thjesht, tani je